Dhe në situatat më të rënda do të me manifestu bindjen, me tregu bindjen. Kthehuni tek baba i pejgamberëve, baba i profetëve Ibrahimi alayhi salatu wassalam. E dini ju qysh i thirrën njerëzit në fe, besimin në Zotin, një kështu me radhë, nuk i besuan, thonë të drejtë si besoj as baba i vet, më i dashur i tij si besoj. Edhe mas një kohë, pse ai nuk po ndalet të i thirr njerëzit në besim, edhe t'u kundërshtua idhujt idolet, ata morën një vendim të dhimbshëm edhe i thanë babës Ibrahimit, na po e likuidojmë, pe hikum qafe. Ai shkoi e luti djalin e vet, tha tërheq, tha nuk tërhiq na baba, po ti tha hajde me mua. Tha jo nuk, tha nuk e la, tha besimin e të parëve, që kanë mas brezi që kanë besuar. Edhe çka ndodhi? E përkatit e një vend, çun aty material për me ndez, edhe i qiten dy drunj, edhe vendosen alte lidhen, edhe e dhezen zjarrin poshtë. Ibrahimi e kish pas atë etikadin, bindjen e fortë, por rënat shumë mirë, hiç po mërzitet. Edhe kur filloi mundes zjarri fort, edhe po del tymi fort, shikon ata çka bën. Nuk tha o Zot, unë jam pejgamber, unë jam njeri i dashur i ytit, ti më ke thujt mu Khalilullah, i dashur i Allahut është. Po çka tha? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton neve Allahu, e ai është mbështetësi më i mirë. Ai është mbrojtësi më i mirë. Do të thonë, çka ty po mbështet, na s'kam ku mbështetjen të tërkon. Çaj ka me mbrojt, s'ka kush mbron si ai. Kur e tha kët fjalë, edhe e manifestoi, e tregoi bindjen, Allahu ja çoi Xhibrilin alayhis salam. Edhe shkoi Xhibril alayhis salam, edhe e thirr, ja Ibrahim, o Ibrahim, hal laka ilayya haja? A ki tha diçka nevojë për mua? Kjo është i bindja e dytë. Ibrahimi e këshyri Xhibril alayhis salam, edhe i tha Xhibrilit, për ty tha? Ai tha po, tha për ty s'kam nevojë, tha kur gjë, subhanallah. Ti më kon zem ki nevojë edhe për një zog, më thonë o zog, o plom, hajde vrani më pak çto. Që të pakuj me atë sqepin tonë që të nashta ma shkym që të zjarrit që po më djeg. E i tha Xhibrilit alayhis salam, tha për ty tha s'kam nevojë kur gjë. A për Allahun tha bela, gjithsesi tha për Allahun kam nevojë. Subhanallah, kur e tregoi këtë bindje, çka bani Allahu me ta? Allahu e urnoi zjarrin edhe i tha ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr tha, baho i ftohtë, edhe shpëtimtar për Ibrahimin. Edhe zjarri u ftof, edhe u shkym, edhe u ndal, edhe Ibrahimi e vazhdoi jetën. Mos me zot këtë historinë e tina. Bile thonë dietarët islam, këta që e komentojnë Kur'anin, këshur në urtësinë e Allahut, ti kish thonë zjarrit, o zjarr, bëno i ftoft për Ibrahimin, tha pat mu bu zjarri akull edhe pat me ngri. Tash pej zjamit mu dënu me çka me akull. Po i tha po në shpëtimtari, jo ti mu bu i ftoft me ngri krejt me mërdhi. Po shpëtimtar me shpëtu Ibrahimin edhe e shpëtoi Allahu subhanahu wa taala.